Mr. Thatchi, Zoti Thatchi, a e kuptoni akt akuzën e ngritur kundër jush? could you repeat that, Mr. Thatchi? Thank you. Faleminderit, Zoti Thatchi. Më 6 janar, ju tha që nuk jeni fajtor për asnjë nga pikat e akt akuzës dhe më 24 prill 2025, po ashtu tha që nuk jeni fajtor për asnjë prej akuzave në akt akuzën e konfirmuar të rishikuar. A konfirmoni pafajësinë tuaj, Zoti Thatchi? Thank you, Mr. Thatchi. Faleminderit, Zoti Thatchi, mund të uleni. Zoti Smakaj, a mund të ngriheni ju lutem? Mr. Smakaj, do you Zoti Smakaj, a e kuptoni akt akuzën e ngritur kundër jush? On 6 January, you plead Më 6 janar, ju u deklaruat jo fajtor për gjitha pikat e akt akuzës. A e konfirmoni këtë qëndrim tuaj për gjitha akt akuzat e ngritura ndaj ju? Thank you, Mr. Smakaj. You may be seated. Faleminderit, Zoti Smakaj, mund të uleni. Mr. Killai, could you please Zoti Kilaj, ju lutem ngrihuni në këmbë. do you Zoti Kilaj, a e kuptoni akt akuzën e ngritur ndaj jush? Gjatë seancës paraprake me 9 dhjetor 2024, ju thanë që nuk jeni fajtor për asnjë nga pikat në akt akuzë. A e konfirmoni këtë deklarim jo fajtor, Zoti Kilaj? Thank you, Mr. Killai. Faleminderit, Zoti Kilaj, mund të uleni. Zoti Fazliu, ju lutem ngrihuni në këmbë. Zoti Fazliu, a e kuptoni akt akuzën e ngritur kundër jush? During your initial appearance on Gjatë seancës së paraqitjes fillestare më 8 dhjetor 2024, ju thanë që nuk jeni fajtor për asnjë prej pikat e akt akuzës. A e konfirmoni këtë gjë edhe sot për akuzat ndaj jush, Zoti Fazliu? Si pafajshëm. Thank you, Mr. Fazli. Faleminderit, Zoti Fazliu, mund të uleni. Could you please Zoti Kuçi, ju lutem ngrihuni në këmbë. Zoti Kuçi, a e kuptoni akt akuzën e ngritur ndaj jush? Gjatë seancës së paraqitjes paraprake më 9 dhjetor 2024, ju thanë që nuk jeni fajtor për asnjë prej pikat e akt akuzës. A e konfirmoni ato çfarë keni thënë në dhjetor? A e konfirmoni që nuk jeni fajtor për të gjitha pikat e ngritura ndaj jush? Thank you very much. You may be seated. Shumë mirë, mund të uleni.